doni më fal, kur doni më lut, përgatite veten psikikisht për këtë gjë. Për shembull, para se më nis më fal ose para se më nis më lut, i thua Allahut an, Allahumma am ke pa mu në herë të ra dikujt në sejdë për vështeje. Kur nuk i kum ra kërkojnë në sejdë për vështeje. I thua Allahut an, Allahumma am ke pa në herë mu këtë robën tan të ra në ruku dikujt në për vështeje. Nuk më ke pa e Rabbel Alamin. Por shkak se nuk i bi kërkojnë në ruku, as nuk i bi kërkojnë në sejdë për vështeje. Domethënë, i përmend veprat e tua që i ban për Allahun Azza wa Jall. Edhe tani e lut Allahun Azza wa Jall, i thua Allahumma nimam, por shkak se ti e din që unë veç ty të luti. Ti e din që unë veç ty të baj sejdë, veç ty të madhraj. Edhe unë e di që ti je një i vetëm, nuk di shumë, ama unë e di që ti je i vetmi i cili meriton më adhuru. Ka njerëz që adhurojnë filanin edhe halanin, ka njerëz që adhurojnë diellin, ka njerëz që adhurojnë hanën, ka njerëz që adhurojnë zjarrin, ka njerëz që adhurojnë budin atje. Ama unë e di ja Rabbel Alamin që veç ti e meriton më adhuru. Edhe unë të adhuroj ty, edhe kom besu në ty. Kështu që nimam, edhe afrohesh te Allahu Azza wa Jall me cilësitë tua dobta që i ki. Për shembull thu, Allahumma unë e kom provu te mjeki, e kom provu në tanant, kur kush nuk po monet me mnimu, në gjithë smujnë teme që e kam. Kështu që i vetmi je ti që monesh me mnimu. Edhe thu, Allahumma me këtë fukarallakun tam, me këtë skamjen tam që e kam, me këtë mospasion tame, e kom provu atje, nuk moja Rabbel Alamin, nuk ka forcë as mundim përveç me lejen tane e Rabbel Alamin. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, kur thotë robi për shembull, la hawla wala quwwata illa billah, atë kuptimin i dërzohet Allah, nuk ka forcë as mundim përveç me Allahun, domethënë, unë vetëm smoj. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, ju thotë Allahu Azza wa Jall malaika, ju thotë unë nështru robi jam, edhe është dërzu. Domethënë, pe këtu e knena veç pretendimën e Allahut Azza wa Jall. Kajt përfon, madhru Allahun Azza wa Jall, lavdru Allahun Azza wa Jall, edhe qitë vetën me skamën tane, me nevojën tane, me smujnë tane, qitë vetën tokë, mos shkon doa të thonë, unë e moj, e unë e di, e unë e kumujt, e unë e kumba. Këta mos e përmenë para Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Thuj Allahut tanë, Allahumma, unë s'moj, unë s'kam fuqi, unë s'podi, nuk po moj, s'po kam mundësi, ama unë një e di që ti ki mundësi, ti një mam, ti nëzirën për kësaj situate, ti jep ma këtë mundësi, lutë Allahun Azza wa Jall me dobësitë tua,